Përshëndetje. Përshëndetje. Vjeshta na ktheu dhe Arianën përsëri. Përshëndetje përsëri në prag vjeshte. Edhe me që argumenti është mbi vjeshtë ndryshimi i stinëve, sot duke patur parasysh që të gjitha patologjitë që ne diskutojmë zakonisht në sëmundjet kronike, ndryshimi i stinëve ka dhe efektet e veta dhe si duhet të sillemi në këto raste. Ndërsa sot po e lidhim atë me shëndetin mendor. Si ndryshon gjendja e këtyre pacientëve në lidhje me ndryshimin e vjeshtës si në këtë rast? Në fakt, vjeshta për një pjesë të njerëzve është një stinë e bukur, një stinë që natyra ofron ngjyra, që është plot me fruta, por nga ana tjetër, populli e ka thënë që në mënyrën e tij, në vjeshtë ndrohet gjaku si në pranverë, dhe populli është filozof, diçka dikur e thot. Pra, në organizmin ton, në fakt, në ndrimin e sezonit, nga kalimi i verës në vjeshtë, ndodhin disa ndryshime, të cilat në shëndetin mendor i referohen më së shumti nivelit të serotoninës, që quhet hormoni i humorit, dhe i melatoninës, që është ai i gjumit. Desha gjithashtu dhe këtu hym në mjekësi, jo tek thënit e popullit dhe të patologëve. Kështu që ndryshimet fiziologjike që ndryshojnë në ndryshimin e stileve. E ndërkohë, në vjeshtë jemi të gjithë prezent të kësaj stine që moti bëhet shumë i ndryshueshëm. E ndonjëherë bashkë me motin ndryshon dhe humori ynë. Dita fillon e shkurtohet dhe e merr kohën më tepër nata, pra ekspozimi në dritë minimizohet, një faktor shumë i rëndësishëm. Ndodh gjithashtu edhe ndryshimi i orës, që në fakt në vend të na favorizonte, akoma më shumë na penalizon duke ulur ekspozimin ton në dritë, dhe drita është një faktor shumë i rëndësishëm në metabolizimin, ashtu siç lulja na duhet dhe ne për të mirë funksionuar, po ashtu dhe drita është një element i domosdoshëm për mbarvajtjen tonë dhe sidomos për nivelin e emocioneve tona dhe të energjive tona. Kështu që në vjeshtë shumë shpesh, edhe normalisht, ne shikojmë që ka dhe një rënje të përgjithshme të imunitetit. Për shembull, edhe me statistika, ulcerat aktivizohen më shumë. Reumatizma përsëri bëhet më evidente. Ka gjithashtu edhe më tepër alergji. Do të thënë gripi na gjën gati. Gripi është tjetër faktor që së fundmi pas Covidit ne e gjejmë si një bashkëpunëtar bashkë me gjendjet e ankthit shumë shpesh. Dhe për këtë arsye, vjeshta për shumicën tonë është një stinë jo favorizuese për sa i përket emocioneve dhe humorit. Nëse ne do t'i referohemi pastaj personave të cilët janë, si me thënë, gjysmë të gatshëm për të bërë një problem të shëndetit mendor, vjeshta do ishte ajo që do t'i çonte drejt këtij problemi. Gjithashtu edhe të tjerë të cilët tashmë janë duke u mjekuar, vije të re që vjeshta shpesh, e them batut, i vë një strekëmsh dhe i disekuilibron, domethënë, edhe pse ekuilibri mund të jetë arritur në stinën paraardhëse, kështu që ne gjithmonë bëjmë kujdes dhe e kemi vëmendjen, sidomos në këto stinë risku, për ta sjellë në vëmendje të atyre që kanë të tilla problematika, faktorin vjeshtë si një nga ngacmuesit e gjendjes. Prandaj, ndoshta është edhe fakti që si shumë sëmundje të tjera dhe këtu, kur ke një terapi kronike ose që zgjat në kohë, shumë herë ne për çdo lloj sëmundje është momente me jam mirë, e ndërpres, se ndihem shumë pse ta marr ilaçin, dhe besoj që ky është edhe fulkri i diskutimit të ndryshimit të stinës, sidomos për këto lloj pacientësh. Patjetër, prandaj dhe ne po i mëshojmë kësaj gjëje, sepse
tendenca për të ulur mjekimin është gjithmonë, ose aq më keq për ta ndërprerë me një vendimarrje, është gjithmonë kur kjo lloj gjendjeje bëhet deri diku e vazhdueshme dhe personi lodhet së marruri mjekim, apo nga ana tjetër e konsideron veten shumë mirë dhe e bën këtë vendimarrje arbitrare pa mjekun. Në asnjë mënyrë, në vjesht, edhe vetë mjekët nuk reduktojnë mjekim, nuk heqin mjekim, i cili pavarësisht rezultatit që ka dhënë, mund të cënohet pikërisht nga faktori sezonal. Kështu që në asnjë mënyrë nuk duhet bërë kjo me një vendimarrje. Edhe nëse përkon për shembull ajo terapia me kohën që ju zakonisht jepni për to, me një muaj, 3 muaj, nëse rezultati bie në këtë stin, atëherë në asnjë mënyrë, në vjesht nuk duhet marrë vendim për të ulur mjekim, sepse ul atë barierën mbrojtëse që ke krijuar gjatë kësaj kohe. Përjashtor faktit, konsulta me mjekun. Patjetër që po. Konsulta me mjekun duhet bërë gjithmonë, bile në periudhë vjeshte, konsultat duhet të bëhen më të shpeshta. Për shkak të këtij risku që kanë personat për të disekuilibruar gjendjen për shkak të këtyre faktorëve. Prandaj edhe pavarësisht kësaj, ne këshillojmë në këtë sezon ekspozimin sa më tepër gjatë orëve të ditës. Pra, ekspozimi sa më shumë në dritë, bile ekspozimi edhe ndaj një fotostimulim e quajmë ne, është shumë efikas, sepse ruan ekuilibrat tonë pikërisht të serotoninës dhe të melatoninës, e cila kontribon njëra tek niveli i humorit dhe tjetra tek çrregullimet e gjumit, që ne i kemi përmendur që janë shumë të rëndësishme. Dhe prandaj në këtë periudhë vihen re ose një përgjumje gjatë ditës pa ndonjë shkak organik, ose pa gjumësi në krau tjetër që gjithmonë ka lidhje me nivelin e hormonit të gjumit ose melatoninës, e cila ka lidhje me ekspozimin në dritë. Pra, ne me stinët, kur themi në verë që mos dil në orët e pikut, këtu është e kundërta në vjesht, sepse koha zgjatë. Edhe dielli nuk është agresiv. Nuk është agresiv, koha e diellit është më e vogël dhe koha ideale besoj paraditje ato orët që nuk këshillojmë në verë, i këshillojmë në këtë sezon, sidomos për këtë lloj pacientësh. Dhe jo vetëm ekspozimi në dritë, po është shumë e rëndësishme që të shtohet aktiviteti fizik. Qoftë për ata që nuk marrin mjekim, qoftë dhe për ata që mjekohen, sepse kjo gjë rrit performancën tonë fizike, përmirëson për të tjerët edhe çfarë përthithja bëhet më e mirë e medikamenteve, shpërndarja gjithashtu dhe efikasiteti i tyre. Nga ana tjetër, ushqimi i shëndetshëm. Duhet patjetër ushqimi i bollshëm me omega 3, siç peshku, vezët, banania, që janë edhe me triptofan, që na ndikon drejt për drejt tek humori ynë. Është gjithashtu kujdesi që ne gjithmonë e themi për mos përdorimin e eksitantëve të sistemit nervor, sidomos alkoolit, që për këtë melankolinë që krijon vjeshta ndonjëherë i drejtohen pijeve alkolike për ta mundur këtë trik që bën sezoni. Kështu që përkeqësojnë më shumë situata në vend që ta patjetër kënaqen me momentin, por fatura u vjen e lartë. Kështu që kujdesi edhe një herë duhet bërë për çfarë të kapen shenjat e para që në moment për ata që nuk kanë pasur ndonjëherë shqetësime, por vjeshta ja kanë nxjerrë në pa, e për ata që janë duke u mjekuar, kontrolle më të shpeshta me mjekun dhe në asnjë mënyrë vendimarrje për medikamentet, për reduktim aq më tepër për ndërprerje të medikamenteve që kanë nën trajtim. Po socializimi, është i këshillueshëm? Ai nuk ka stil në fakt. Socializimi patjetër që është i këshillueshëm dhe kjo stil që të mbyll një çik më herët brenda, gjithmonë duhet të kujtojmë që bisedat e këndshme me miq, ato këto ushqimet e mira që ne duhet i konsumojmë
kur kemi një humor të mirë, na plotësojnë kënaqësitë tona dhe na çojnë akoma më tepër në një shëndet të mirë, jo vetëm fizik, po dhe mendor. Sepse duhet të mos harrojmë që të dyja janë të ndërlidhura me njëri tjetrin. Dhe jo pse jam psikiatre, por vërtet e themi që pa një shëndet të mirë mendor, nuk ka shëndet të mirë fizik. Patjetër. Këto ishin këshillat e këtij epizodi. Besoj të prekura të gjitha ato që duhet të Ne dhe thonim. mund të kemi lënë në diçka, po gjithsesi jemi Në këtu për përgjithësi. pyetjet, për sqarime Po, që mund nëse t'i ka japim. pyetje, mund të përgjigjemi edhe në komentet. Okej, faleminderit. Juve shumë për vëmendjen, sidomos për mua sonte. Gjithë të mirat. Mirupafshim.